Ka dalë buka integrale në arsenik. Ishte analiza laboratorike, laborator zyrtare. Tani unë kam për të dyrë se jam në televizion dhe më duhet të jap të dy anët e medaljes. Imagjino se një ditë vendos të blesh bukë integrale, të shëndetshme, plot fibra dhe mirë për trupin. Po kur ekspertët hetojnë më thellë, çfarë gjejnë? Jo atë që ke pritur. Një analizë laboratorike zbulon se buka që është shitur si integrale në fakt ka vetëm 0.82% fibra, shumë larg nga 6% që është standardi pranuar në Bashkimin Evropian për bukën integrale. Kjo do të thotë që buka në furrë duket integrale, por në përbërje është shumë afër asaj që quhet bukë e zakonshme. Pra, një mashtrim ndaj konsumatorëve shqiptar. Ekspertët shpjegojnë se kjo nuk ndodh vetëm për fajt e etiketës, por sepse prodhuesit shpesh përdorin ngjyrues dhe aditiv artificial për t'i dhënë bukës ngjyrën karakteristike të integrales, pa pasur vlera të vërteta ushqyese. Pra, ti mund të paguash më shumë për një produkt të shëndetshëm, edhe pse ajo bukë nuk të jep asnjë prej përfitimeve që pret. Më shqetësues është një tjetër zbulim. Analiza gjen arsenik, një metal i rëndë që mund të jetë i dëmshëm për shëndetin, duke përfshirë rrezikun afatgjat për sëmundje serioze. Sipas analizës, niveli arsenikut inorganik, forma më e rrezikshme, është vënë re në mostër, edhe pse në vend nuk ka një normë zyrtare që ta kontrollojë këtë për produktet e bukës. Ekspertët mjek paralajmërojnë se çdo ekspozim ndaj arsenikut është shqetësues, sidomos kur buka konsumohet çdo ditë. Problemi sipas tyre nuk është vetëm tek standardet pa kufi apo kontrollet ligjore, por edhe te fakti se autoritetet që duhet të mbikëqyrin sigurinë ushqimore nuk kanë bërë teste të rregullta për metale të rënda në bukë dhe shpesh nuk ka sanksione për prodhuesit që mashtrojnë konsumatorin. Shkrimin e plot mund ta lexoni te Gazeta Dita.